Biblën e lexon si manifest në Marksit. Ky njeri që flet këtu, u nzi, u bë ster në aulën e Komisionit Jashtëm Parlamentit Evropian për ato që u thanë, qoftë në raport, qoftë në diskutime të deputetëve më kryesor për farsën elektorale në Shqipëri. Unë zi dhe doli bashkë me atë tjetrin, se me ke ishin dyve, ishte me Etjen Xhafin, a imagjinoni ju am të apo jo. Kish marrë Etjen Xhafin me vetë dhe dolen të dy të nxirë. Dhe tani u thot se kështu tha deputeti Grin dhe kështu tha deputeti tjetër. Çfarë tha deputeti përfaqësuesi i grupit kryesor, Galer, në atë fjalë? Çfarë tha raporti? Raporti tha se Shqipëria nuk zhvillon zgjedhje të standardeve, se në Shqipëri zhvillohet farsë elektorale, se shteti elektoral është vepër, se krimi mori pjesë në zgjedhje. Pra, në qoftë se u bë një gjykim, kontrolli politik i drejtësisë, aty ishte kur e keni të shkruar raport, atë raport që të fshehur, se bën një përshëndetje ti aty, thua, ja 3 herë dole nxori Rama si automat. Fjalën e ka zoti Gjekmarkaj, përgatitet zoti Naço.